Prurjet e lumit Vjosa në fshatin Kashisht në Fier kanë arritur në pikën kritike. Sipas banorëve nga mëngjesi i sotëm e deri në mesditë, niveli është rritur mbi 1 metër, duke u kthyer në rrezik real për përmbytjen e tokave bujqësore. Me këtë intensitet prurjesh, rreziku për të dalë nga shtrati është tepër i madh, thon ata, ndërsa theksojnë se një nivel të tillë uji nuk e kanë parë prej 4 vitesh. Gjithmonë jemi përballur me situata të tilla, edhe si vjet ndihet çik frika se po bën 3-4 vjet që nuk ka dalë dhe nuk ka patur rreshje shumë të mëdha shiu, edhe kemi frikë nga përmbytjet se kemi bujqësi, kemi lule shtrydhe, jemi vend bujqësor, kanë mbjell komplet njerëzit mbjellje dimërore, edhe niveli po i ngrihet shumë lumit, po prap nëse me këtë shi që ka rënë dhe nëse greku andeja hap në port, se unë kam qenë vetë në kurbet në Konica dhe në përmeti në Qarqova, po lumi po bie prurje. Me fjalë, ne po bëjmë 4 vjet që nuk kemi patur kaq shtesë lumi, po e shikojmë që po ngrihet në ora 8-9 mëngjes deri tani po flasim ora nuk e di 12:01 sa mund të jetë e drekës së paraditës që po vërshon. Jemi të friksuar, thon banorët, pasi lumi ka vite që nuk ka shkaktuar probleme në zonë, teksa janë duke monitoruar të alarmuar orë pas ore situatën. Ndërkohë vendimtare mbeten orët e pasdites ku pritet të ketë rreshje me intensitet të lartë dhe prurje të mëdha që mund të krijojnë situata problematike. Sipas administratorit të njësisë administrative Frakull, Emiliano Braka, banorët janë njoftuar që në orët e para të mëngjesit për rrezikun e përmbytjeve, ndërsa ka theksuar se nëse lumi do të dilte nga shtrati, dëmet që do të shkaktoheshin fermerëve do të ishin kolosale. Për momentin situata është e qetë, nuk ka se ka në një moment në një rrezikshmëri të madhe, por që në njerë dhe me ndihmën e Zotit, duam që mos ketë prurje akoma më të mëdha, sepse rrezikohen shumë sera dhe banor, që dëmtimet mund të jenë shumë të mëdha, edhe mund të ketë dëme kolosale të fermerët, por që shpresojmë edhe me sa kemi dëgjuar, dhe përveç kësaj jemi edhe në terren, situata është e normalizuar dhe shpresojmë mos të kemi dëme dhe kjo do ishte gjë e mirë për ne dhe banorët. Ndërkohë fermerët janë duke monitoruar të alarmuar situatën në terren. Një prej tyre pohon se Vjosa nëse del nga shtrati është një përbindësh i vërtet. I lutemi Zotit të mos ketë përmbytje, pasi do na duheshin 2 vite të marrim veten. Do ishte pari parushme të paktën për 2 vjet. Na kthen 2 vjet mbrapa të gjithëve si fermer. Çështja nuk është se ne nuk kemi frikë nga Vjosa, se është me vërtet është një përbindësh i vërtet. Ne urojmë edhe shpresojmë në Zot që të mos ketë dalje, se po doli pastaj me të vërtet ne kemi histori të hidhur me Vjosën dhe në vitet më përpara, në 2015 dhe në 2017 jemi përmbytur, kemi lënë djersën dhe gjakun aty, nuk është faje asnjërit, po jemi si jetim në këtë pjesë, se kemi bërë protesta, kemi bllokuar dhe rrugë. Nuk kemi pas asnjë lloj ndihme as nga bashkia, as nga shteti, as për verifikim se çka ka ndodhur nuk ka ardhur asnjëri.